Ja, kjo letra si ka për Afrim Shehu, e ka firmos, ja në firma këtu mrapa, që e ka firmos, ja pat prun Isa Ahmetajt. Isa Ahmetaj, sa ka marrë dosjen në policinë e Lundrës aty, e ka vumë të valin me kontrolu edhe me më thirë mu, i ka ardhur urdhni të largohet urgjentisht nga detyra dhe e kanë transferuar në Fier. Kjo është policia, këto janë kriminalët si mbrojnë hekin robin e ndershëm të punës, Isa shefin e krimve që mori çështjen time për ta verifiku nga prokurori Afrim Shehu, ja Isa Ahmetaj, prandaj drejtori i përgjithshëm t'i shofi këto punë edhe ministri i rendit, po që pro Edi Ramës t'i shofi dhe të kontrollojnë urgjentisht Gjevdet se si e ka marrë këtë tokë. Se këto po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Ja, më ka rristu, dhe më gropt atje, bilis janë shtyllë telet atje, e ka pas daja im Avdullah Lila. Kanë qenë 2 veta vlla e motër, nana ime Ismete Shehi dhe Avdullah Lila. Po të e shiten me që ishin të varfër këto çunat e dajës, plaka nuk i hynin pjesë me këtë tokë këtu. Thot ta morin, paktën bëhen në ata se kanë qenë këput fare. Pjesën më tonë projt si e kam pas Sali Lila, e ka morë me 2 vjetër, po nga Petrica, ka morë pronën e vetë vjetër, pranaj këtu nuk ka ushtria. Megjithatë, do i shohim, i kompane me avokatin më përpara, prandaj kërkojmë vetëm drejtësi. I bëj thirrje Afrim Shehut urgjentisht të shtoj nenin për të kontrolluar Gjevdet se si e ka përfitu këtë tokën këtu, si e pa e bëj me pamje. Se po që për të mbrojtë, nuk mund të mbroj asnjë. Prandaj i bëj thirrje e këtit, si e ka marrë 3, ky i riu, po ky më thos, a ditë si më thirri, nuk pa e thom emrin, më thot, çfarë ka dosje do kontrollohen gjitha. I thosh, desa nuk o këtu ke pyetje, si ka bo prokurori ti s'mund ta kontrollosh. Nuk e di si o ligji, po do hapet i dite, pa e qove ti thosh, për mëllje, ajo do hapet vetëm kur të bëjun vetë gjyqësinë. Jo gjë tjetër. Dhe, prandaj i bëj thirrje publike Afrim Shehut, prokurorit të çështjes, që mos mbroj njeri. Të heci, kush ka bo krimet, shkojnë përpara drejtësisë. Kompleto, se të vijë Herakli Koçollari, të zaptoj tokën Petrel, e të bëhet banar Petrele, nuk është pa në i herë. Të vijë nga piçki somës, e të zej tokën. Shkoj unë ke shtëpia Herakli Koçollarit, të thomë, o shtëpia ime këta qisë Herakli unë për jashtë. Mu policia më fut majnë, mu do të më kishe ka honore, po të kisha bo e na dërtesi ka bo Herakliu e Somisula e këto. Këto e mbrojnë. Se e mbrojnë, se kanë halë Mazdali, Ylli Kupi, Isni Kërqiku, Ilmi Aga, kryeplaku i fshatit, kush ka firmos. Do dalin lista komplet kush ka firmos. Prandaj, kom pas bo ankesë edhe për tokën atje poshtë, po e shoh si nuk ka. Po e mbrojnë. Këto mbrojnë kriminalët e tokëve. Prandaj,
kërkoj vetëm drejtësi. Se herën e parë, mentor Kullolli mu më ka thirrë edhe për tokat si ka pas atje poshtë, ke fusha atje si i ka shit atyve. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi nga i bëj thirrje publike afrim shehut të bëj një hetim të thelluar. Se do vi koha se do të thonë mësnej se uj pa i dal hakut. Po nuk ba më uj pilafi. E kom thonë në herë tjera, po pa e bëj të si ta mbjuje në Ministri i Rendit, edhe shefi i drejtorisë përgjithshme, drejtori i përgjithshëm, se çfarë bëhet me këto policët e shefat e krimve të zonës. Që mbrojnë Arekliko Çollarin, ja, të zaptoj tokën e mrekullueshme këtu si shef gjithë Tiranën e kem thom dorës. Ku është pa kjo është timik? Si kjo të bëhet tu. Prandaj kërkoj nga afrim shehu të merren letrat urgjentisht edhe Gjevdet Dedës. Ju falenderoj shumë, kom besimin ke kryeministri Edi Rama, vetëm ka i kom besim, por këto po i punojnë gjithë kundra. Që Partia Socialiste mos fitoj zgjedhjet. Se janë të mbrojt, se shkojnë këto, shkojnë sa mi parti. Kurse ropt të ndershëm, si rrinë po mi parti, si ke Partia Demokratike, si ke Socialistja, gjithë të qenë të parti tjera, rrinë presin drejtësi. Po drejtësia bëhet kur kapen kriminalet. Kriminalet ja ku i kini. Jo më na që drejt vetë gjyqësisë. Prandaj, punoni pro kryeministrit Edi Rama. Se do vi një ditë, këto letra do shkojnë prapë ke Spaku. Po kur shkojnë ke Spaku, do bëhet në vetë gjyqësia. Se herën e parë nuk prokuria nuk pyti për Altin Dumanin e Spakun. Po shkune e mëllën çështjen urgjentisht e kanë qumë atje. Këto i thonë të bëhet hetim i thellu, Spaku nuk boni e qumë gjukata e ktheu prap, thot të shkuj a mi progëri tjetër, a me Elbasan sa më tafër, ose më Durrës të hetohet, e në po që në një si ka hetim me çështjet e Alim Shehut, mas të jepet një prokurori si mas ketë pas lidhjas mi çështjen time. Këto Bledar Valika si mbrohen nga bashortja e vetë, Emanuela Felaj, si kanë bo krimet e tjera i shofin, i mbjojnë për natë për televizore, se që kanë bo. Nuk ka që më shumë, unë du për krimet që më pëmbojnë mu, si po më qënë drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Ju falenderoj shumë nga zemra, edhe thirrja e fundit prapë për afrim shehun, prokurorin e çështjes time, me numër protokolli 20-225, datë 19-11 si e ka qu në postën e Lundrës. Po kjo çështje, vetëm më narru e ka pasi saj, e ka morë një oficer tjetër. Ai më thosi do të ashu, po nuk kom besim se po nuk që me shkrujt me letrat bardh, nuk ka si të kontrollohej. Prokurori nuk e ka shkrujt këtë për Gjevdet Dedën si të kontrollohet kjo tokë këtu. Prandaj, i të bëj thirrje afrim shehut të bëj urgjentisht. Ju falenderoj shumë, Zoti e bekoft Shqipërinë nga kriminalet.